Përshëndetje për gjithë ju ku do qeni këto momente, sikurse çdo ditë dhe sot filluam shoqërimin bashkë prej orës 10 kur ndëgjuat edhe instrumentalin e emisionit Gramafon. Kjo nuk kupton që plot 2 orë do jemi bashkë në pjesën e parë me mua Laura Kryeziun, përderisa në pjesën e dytë me koleget tona Besën dhe Vjosën që ju presin, kështu që ja vlen qëndroni me RTK Radion, shumë informacione edhe të ftuar. Mos harroni ta pëlqeni faqen tonë zyrtare në Facebook Radio Kosova. Por një falënderim i veçantë gjithë juve që edhe kur jeni larg Kosovës jeni me neve përmes internetit në www.rtklive.com. Faleminderit shumë edhe për mesazhet e shumta që vijnë tek ne moderatorët e duke komentuar edhe pëlqyer podcast të ndryshme edhe intervista që zhvillohen. Operator teknik me neve sot Afërdita Dibra. Afërdita, përshëndetje edhe ty. E sot jemi zgjuar vranët kështu në krye qytet, por e kemi një mundësi të mirë me ditë dhe si e kemi Prizrenin, pasi që të ftuar sot me neve është magjistër Afrim Tejeci, që është njëkohësisht kryetari i Odës së ndërmarrësve dhe zejtarëve të Prizrenit, Odën e Prizrenit. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Përshëndesim të gjithë dëgjuesit e Radio Kosovës dhe i dëshirojmë një ditë të këndshme të gjithë qytetarëve të qytetit të Kosovës. Po pra, kjo është RTK Radio, programi i dytë, për ndryshe Prizrenin se ela sot kur erdhe në mëngjes. Po, nuk ka fort dallime për shkak se koha me shi, po qyteti dallohet. Mund të themi që qyteti Prizrenit pak më i mirë është se. Është më i mirë, sidomos kur ka të bëjë edhe kur është vendi i lindjes ashtu siç është imi, por të themi Kosovën e kemi mjaft të bukur. Për ndryshe, Oda e ndërmarrësve zejtarëve, Oda e Prizrenit, prej kur funksionon, kur është themelu dhe ecë dhe është qëllimi i kësaj ode? Oda e Prizrenit, që nga fillimi pothuajse ka një traditë të vjetër të historisë së saj, duke nisur nga fakti që qyteti i Prizrenit është një qytet i dytë për nga madhësia, por për nga zejtarët janë është një numërni në Kosovë. E pam të arsyeshme të formimin edhe një ode ndërmarrëse zejtarëve, ku themeluesit e saj janë pothuajse një numër i konsiderueshëm tepër i madh bizniseve që përfaqësojnë fushën e zejtarisë dhe artizanateve, dhe për këtë përkushtim të madh na është dhënë edhe një forcë e madhe nga Oda zejtarëve e Koblensit e Gjermanisë, ku të vetmit janë partner kryesor që pothuajse që 20 vite që mirëme me këtë veprimtari. Dhe Oda e ndërmarrësve zejtarëve Prizrenit ka një aktivitet pothuajse kogjat të fuqishëm, fal për krahjes së Odës zejtare të Koblensit, e cila është një odë më e fuqishme zejtare në Gjermani. Në Gjermani, pra, vetë se ka filluar bashkëpunimi edhe me vendet e zhvilluara evropiane sikur që është Gjermania, dhe Oda e zejtarëve tashmë bashkëpunon me Odën e ndërmarrësve dhe zejtarëve në Prizren. Prej cilit vit keni filluar? Kur është themelu kjo odë? Oda është filluar në 2019, ndërsa unë kam qenë edhe kryetari i shoqatës zejtare të Aparizve, dhe që nga ajo kohë ka filluar një marrëveshje bashkëpunimit, ku jam zgjedhur edhe antari i bordit të 13 shteteve që kam përfaqësuar. Që ajo kohë unë kam vazhduar aktivitetin në Odën zejtare të Koblensit të Gjermanisë, që përfaqësoj komunitetin zejtar me anë të Odës zejtare të Koblensit. Pra aty janë 13 shtete? 13 shtete janë partnerët të Odës zejtare të Kosovës. Cilat janë ato, mund t'i përmendim disa nga ato? Po, duke u nisur nga shtetet për shembull Slovenia, Kroacia, Serbia, pastaj Shqipëria, Malezi. Dhe Serbia është dhe përfshirë. Po, është përfshirë patjetër, është edhe ata janë aty, Bullgaria, Rumania, Moldovia, Ukraina, pothuajse një pjesë e madhe. Një pjesë kogjë e madhe e shteteve. Si qëndron Kosova me takimet që i keni edhe bashkëpunimet që i keni? Si vlerësohet Kosova dhe si e vlerësoni ju si njohës i kësaj fushë? Pa duke ditë rëndësinë që me të vërtetë jo vetëm punën tuaj, por dhe ndërmarrësinë dhe të themi zejtarinë në Prizren, pasi që jeni kryesisht fokusuar në Prizren. Po duke ditë rolin e zejtarëve që me të vërtetë Kosova ka nevojë për një përfaqësim më të përshtatshëm, më adekuat për zejtari, atëherë me përkrahjen e Odës zejtare të Koblensit është marrë edhe iniciativa për formimin e një ode nacionale zejtare, ku së fundit edhe kena pasur edhe takime të shumta që pothuajse 2 vite angazhime me ministrin Rozeta Hajdari, që me të vërtet ka shprehur dëshirën për përkrahje për formimin e një ode nacionale zejtare, ku Oda jeni duke punuar për formimin e odës nacionale. Për një odë nacionale, për shkak se vetëm Kosova nuk e ka, ndërsa shtetet e rajonit që i përmendëm të gjithë janë, edhe të gjitha janë
falë për krajës odës zejtarëve të Koblenцit të Gjermanisë, për shkak se Gjermania është një prej shteteve më të fuqishme në fushën e zejtarisë. Prandaj e kena pa të arsyeshme që ky bashkëpunim të forcohet edhe më së shumti, duke u nisur nga fakti që me të vërtetë një zejtaria duhet të ketë një përfaqësim me ligjet e Republikës së Kosovës, një përfaqësim adekuat të dallohet prej organizatave tjera, qoftë për odave ekonomike, për shkak se oda zejtare duhet të ketë një rol të veçantë, nëse një numër i konsiderueshëm të zejtarëve do të jenë pjesë e kësaj ode nacionale dhe artizanale. Prandaj formimi i një ode nacionale do të kishte një rol të rëndësishëm për Republikën e Kosovës. Do thotë këtë vit jeni takuar edhe me ministrin Hajdari? Jo këtë vit, por që disa vite kena një partnerit e tepër të shkëlqyeshëm ku jena edhe pjesë e komisionit për formimin e draft ligjit, ku këtu mund të edhe të prezantojmë që draft ligji është pothuajse është duke u punuar. Mund ta shoh? Po, çeloni. Ku pjesë e komisionit janë 13, në realitet 15 anëtarë të komisionit, nga Ministri i Financave, nga Ministria e Ekonomisë, Ministria e Tregtisë, drejtorët e ndërmarrjeve që përfaqësojnë. Dhe shoh që është një ligj me 42 nene. 42 nene ku është punu pothuajse 2 vite tërësisht të plota për ndryshimin dhe implementimin sa më të mirë të jetë i më i përshtatshëm për zejtar që më në fund edhe zejtarët të jenë të avancuar në Republikën e Kosovës. Edhe në nenin e parë thotë që qëllimi i këtij ligji është rregullimi dhe mbështetja e veprimtarëve të zejtarisë, përfshirë përcaktimin e kushteve për ushtrimin e këtyre veprimtarive, mënyrës së organizimit të zejtarëve përmes odës dhe masave për ruajtjen dhe zhvillimin e artizanateve. Dhe kjo është shumë e mirë për gjithë Kosovën, por takimet e di që keni pasur shumë më herët, por ideja për odën nacionale mund të themi që ideja ka filluar nga kryesisht nga oda e Prizrenit, për shkak se oda e Prizrenit dallohet prej shumë odave tjera apo oda shoqatave zejtare të qyteteve tjera, për shkak traditës së qytetit Prizrenit ka një traditë kogja të vjetër dhe ka një numër të konsiderueshëm të zejtarëve dhe artizanate, dhe pikërisht për këtë arsye është parë që me angazhimet tona të odës është arritur që të jena pjesë e komisioneve që i përfaqësojmë në hartimin e draft ligjeve. Çfarë thot ministri Hajdari për odën? Çfarë përgjigje ka dhënë? Po deri tash është një përgjigje pozitive, për shkak se vetë fakti që ka formuar një komision tregon që vullneti i saj është për një formim të një odë nacionale, për shkak se vetëm Kosova nuk e ka këtë. Dhe së fundi duhet të kemi edhe një odë nacionale zejtare, ku para 2 vite është formuar edhe oda zejtare në Shqipëri, para 7 vjetë është formuar oda zejtare në Maqedoni, para 9 vjetë oda zejtare në Malzi, prandaj të gjithë kanë qenë për krahas të një farë sponsorimi mbështetje kanë pasur nga oda zejtare e Koblencit, pikërisht edhe këtu në draft ligj është përfshi edhe oda zejtarëve e Koblencit me ekspertë e saj për formimin sa më përshtatshëm të një ligji adekuat që do të përfaqësonte komunitetin zejtar dhe artizanal. Pra me sa po e shohim përgjigjja pozitive pasi që është e ministrës Hajdari, besoj që deri në fund të vitit do e kemi edhe odën nacionale të zejtarëve të Kosovës, apo jo? Po ne shpresojmë që duhet të ketë. Besoj që RTK Radio do të jetë e para që do e ketë si lajm. Të japin një lajm, besoj që të mirë, po përkundër kësaj ndoshta edhe kam pas ndonjë pengesë, se për shkak se në Kosovë çdo gjë nuk po shkon sipas dëshirave, por ne jena të gatshëm të ballafaqohemi me çdo subjekt tjetër që mendon që nuk duhet. Ne kena argumente të mjaftueshme për shkak se është punuar nga ekipet kryesore si të Gjermanisë, të Shqipërisë, të Malizi dhe të Maqedonisë që kanë ardhur në përkraje për mbështetjen e një ode nacionale që me të vërtetë duhet edhe së fundi edhe Kosova të gëzojë një odë nacionale. Për këtë arsye, si hap të parë për me fillu këtë, është marrë një farë për themelimin e odës zejtare të Kosovës, është marrë një iniciativë së pari në terren të dalim dhe kena dalë në qytetet si në Prishtinë, në Gjakov. Gjithsesi që do të flasim se si është bashkëpunimi me komuna tjera, kur flasim për ndërmarrësinë dhe për zejtarët në Kosovën tonë të bukur, ka erdhur rrugës, ndëgjuat radio, dëgjoni radio gjatë udhëtimit? Është e vërtet që shumica raste po dëgjohet, po na ikim valt, po kryesore po dëgjohet. Kjo është. Besoj që se keni për neve se i keni përmirësuar diçka sinjalet. Jo, me vërtet radio që me vërtet mblen të dëgjohet dhe
jeni një përpara se të tjerët. Kjo është RTK Radio Kosova, që nuk fokusohet vetëm në showbiz, por edhe në tema të rëndësishme që dëgjuesit të jenë sa më afër informacionit të saktë të drejtë, sidomos edhe diaspora jonë e dashur, ku me kontributin e tyre çdo herë jo vetëm me remitenca, por edhe me të tjera kontribute tregon që është afër vendlindjes. Tregua që janë mbi 12, nëse nuk gaboj 13 shtete që janë pjesë dhe që partnere që bashkëpunoni, por si qëndron bashkëpunimi me komunat në Kosovë, sa i përket odës së Prizrenit, të ndërmarrësve dhe zejtarëve? A ka bashkëpunim? Absolutisht që ka, për shkak se as nuk ish marrë iniciativa, po të mos kishin pas një bashkëpunim tepër të mirë me shoqata të tjera, asociacione të ndryshme të Komunitetit Biznes Zejtar. Për këtë arsye dhe kena mbi 18 shoqata të disa qyteteve të nënshkruar këtë memorandum bashkëpunimi, që është një iniciativë për themelimin e odës nacionale, ku janë edhe në shkrimet i kena të gjithëve shoqatave. I keni edhe këtu me vete. Po, me vete. Kjo është qëllimi që për këtë arsye edhe është marrë për bazë kjo iniciativë. Mund të shohë se i gjej unë se ku janë, po patjetër. Po. Kjo është qëllimi që me të vërtetë këto 18 shoqata, po. Dhe mbi 152 biznise zejtare kena marrë kërkesë, mos më thonë, po një farë bashkëpunimi për kraj që përfaqësojnë komunitetin zejtar, që kanë biznise më të fuqishme pak, edhe ata e kanë mbështetur këtë iniciativë, dhe me këto letra ne të gjithë kena treguar zonjës ministre dhe drejtorit të përgjithshëm bujar Istogut, që me të vërtetë është marrë me këtë iniciativë. E përshëndesim kryetar në odës në Istog, apo? Jo, në Istog, po bujar Istog është drejtor i departamentit të ndërmarrësisë në ministri dhe Valmira Setiu, po ashtu një punëtore pa lodhshme që na ka ndihmuar në këtë aspekt në formimin e të bashkëpunimin e ligjeve, që ka pas për partneritet direkt me odën zejtarëve të Kovlezë, po ashtu edhe Valmira Setiu ka dhënë një rol të rëndësishëm në këtë fushë. Kur përmend zoti Tesi, për ju që ju inkuadruat në këto momente, bëhet fjalë për projekt ligjin për zejtarit që i përmban në 42 nene. Përndryshe, tek bashkëpunimi kur edhe po flasim, tregua që janë mjaft aktive dhe të komunave tjera. Ka ndonjë komunë që do i kishit veçu që është shumë aktive në mund të themi këto ndërmarrësi. Mund të them që partneriteti ekzistojnë në shumicën e rasteve. Ne kur kena panaire dhe ekspozita, workshope, ne nuk i ndajmë edhe qytete tjera dhe i ftojmë të gjithë të jenë pjesë e këtij workshopeve, po ashtu së fundit ne kena pothuajse që 5 vite gjithmonë 2 herë në vit mbajmë panaire ku ekspozojmë produktet e tyre artizanale dhe zejtare të gjithë rajonit, po dhe më thonë të qyteteve tjera, ku sponsorizojmë nga oda zejtarëve Koblensit, edhe hotelet i pagojmë edhe të gjithë shpenzimet në mënyrë që ata të jenë të më të shtirë në shitjen e produktet e tyre. Po ashtu së fundit kena pas para vitit 3 në muajin dhjetor kena pas ekspozitën dimrore zejtare, ku kena pas edhe ministra ka qenë prezent, kryetarit e shumë qytete kanë marrë pjesë në hapjen e ekspozitës, dhe me të vërtet një ekspozitë zejtare për herë të parë është mbajtur në qytetin e Prizrenit, pikërisht në qytetin e Prizrenit, për shkak se qyteti Prizrenit ka një model tjetër të veçantë të zejtarisë. Ka traditë të themi. Pothuajse traditën shumë vjeçare dhe me përkushtim tepër të madh e kanë ruajtur këtë traditë. Dhe Prizreni, edhe kur nuk ka qenë e ndarë Shqipëria, Prizreni ka qenë pikërisht pika kyçe ku janë bërë dhe janë zhvilluar tregtitë si një lloj kryeqyteti në atë kohë, kështu që janë mira veçare traditat e ndërmarrësve në qytetin e bukur të Prizrenit. Ka numër të madh të ndërmarrësve që janë pjesë e odës sa i përket Prizrenit, prizrenasve? Ne kena një antarësi 867 që janë aktiv. 867 janë të regjistruar. 118 gra i kena, se i kena dhe departamentin e gruasit, cila udhëheqet nga zonja Sejani Celina, po ashtu edhe kena edhe departamentin e rinisë. Përshëndesim edhe zonjën Celina, do thotë janë 118 gra. Ju lumt. Kjo është me të vërtet një numër i konsiderueshëm, po ky numër tani është në rritje të sipër. Dhe vetë fakti që tregon ky interesim të madh për shkak se me anë të workshopeve, me anë të panaireve janë interesimi tepër i madh. Para 4 ditë kena pasur edhe një seminar 2 ditor, si të aplikojmë për grante
dhe interesimi ka qenë tepër i madh. Aty kanë marrë pjesë 36 anëtare të departamentit të gruas, 16 të rinisë, 15 dhe përgjithshëm ja 5-6, do të thonë i kanë dhënë një rol të rëndësishëm gruas, që gruaja të jetë pavarur ekonomikisht, të punoj të Madje të jetë edhe ndërmarrëse. Ndërmarrëse, të di të fitoj dhe të jetë një shtyrë e vetvetes, por edhe e familjes. Me këtë arsye e kena pa të arsyeshme dhe në programet tonë është parapar formimi i departamentit të rinisë, me të cilin para vitit të ri në muajin tetor është formu departamenti i rinisë me një numër tepër të madh konsiderueshëm të rinisë dhe shkollave të mesme në viteve të fundit kanë qenë aktiv. Gjithsesi që të ndalemi edhe te shkollat, por departamenti i rinisë të zejtarëve dhe ndërmarrësve që ka themeluar pjesë e Odës. Është pjesë e Odës dhe mund të themi që me plot fjalë nuk është janë ardhmëria e vendit, për shkak se me të vërtet është numër i madh i të rinjve. Mbi 100 diçka janë anëtar të cilët ne kena vlerësuar, ata kanë drejt të cilët e trashëgojnë prej babës, prej gjyshit dhe me përkushtim të madh edhe rinia ka shprehur një interesim. Deri tash mund të themi që do të është na shkalu, po një vullnet i mirë i kryesisë së Odës. Do të janë biznese të trashëguara edhe nga prindrit, nga gjyshit dhe vetë fakti tregon që kur i marrim të takime të shumta për sallë, atë duhemi të gjejmë salla më të përshtatshme për shkak se është numër i madh. Për arsye se dëshirojmë të marrim të shikojnë mënyrën si të veprohet edhe rinia të jenë pjesë e këtyre. Ka Oda një faqe në internet ku mund të interesuarit të shohin më tepër apo dhe të aplikojnë për grante edhe për absolutisht të përqenë dhe pjesë pse jo e Odës suaj. Është Oda funksionon po ashtu kena në websajtet tona. Përveç websajteve ne kena përkrahur biznise, 18 biznise, websajtet me llogaritë të Odës, kena ndihmuar bizniseve ata të hapin websajtet, webfaqet e tyre që në mënyrë të prezantojnë produktet e tyre për shitje më online apo pra dhe financiarisht kemi përkrahur 18 websajte. Mund të themi pastaj edhe që me të vërtetë si quhet në internet është vetëm Oda e Prizrenit apo është Oda e Prizrenit, shkurtimisht e kanë lënë Oda e Prizrenit. Por ndryshe edhe në Facebook, në rrjetin social mund ta gjeni edhe zotëria afrim të ecin. Klikoni edhe aty ka shumë postime që janë publike. Është Facebooki zyrtar është Oda e Prizrenit, po ashtu Instagramin e kena Oda e Prizrenit, të gjithë janë të veçanta. Pra keni kyçe çdo kohë vetëm ai jeni të interesuar. Absolutisht është për shembull se kena staf të antarë kena të mjaftueshëm që punojnë me këtë, po këtë gjithë mund të themi mos ma na shkalu, një përkrahje kena nga Oda Zejtarëve Koblenci Gjermanisë që gjithmonë na ka përkrahur. Cila është përkrahja më e madhe që ju ka dhënë kjo Oda e Zejtarëve Gjermanisë? S'mund të dallojmë për shkak se financiarisht ju ka ndihmuar? Absolutisht mund të themi se mas luftës është e para organizatë ndër të parat që ka investuar në shkollat profesionale dhe kabinetet që janë ndërtuar në shkollën kryesisht në 11 marsi, në shkollën teknike, shkollën kompetencave, janë kryesisht një pjesë e madhe në donatorëve të Odës Zejtarëve të Koblencit. Përveç kësaj, në atë kohë kur Kosova dul pas me marrimin e luftës, ekonomia pothuajse nuk e në nivel të duhur për me pranu të zënsit, atëherë si Odë e Prizrenit kena dërguar në jashtë shteteve, në Shqipëri dhe në Maqedoni, në zënsit për 2 javë të mësohen punë praktike në ato kompani pak më që ishin të fuqishëm se në Kosovë. Së fundit kena ndihmuar edhe me kabinete të reja, për shkak se patën një delegacion të lartë nga zavendës ministri i ekonomisë, po ashtu kryeshefi i ekzekutivi Odës Zejtarëve, i vizituam shkollat dhe panë që ato kabinete që janë vjetru së fundit vitin e kaluar kena prapë investuar në ato shkolla. Do të keni marrë donacione dhe është një ndihmë e madhe për shkollat. Dhe vetëm për 5 vite të plota të themi nga 2019 në 2025, vetë se kemi hyrë në fillim, ju keni arritur gjithë të bashkëpunimet i keni. Po, ky partneritet ka vazhduar për shkak se thash që unë kam qenë që nga viti 2004-2005 kam qenë pjesë e Odës Zejtarëve të Koblencit dhe kam përfaqësuar në nivel antari. Keni jetuar atje? Jo, s'kam jetuar asnjëherë atje, po zyret I kena pas në Bullgari, në Sofje,
së fundit tani me këtë projektin e ri 6 vjeçar, e cili është projekti më i fuqishëm pothuajse për momentin që është marrë. Është një projekt kogja i fuqishëm ku mbështet kryesisht departamentin e gruas dhe rinis dhe zyre tani kena edhe një pjesë të stafit në Tiranë. Kryesisht në çka fokusohen kur bëhet fjalë tek ky projekt që do mbështet kryesisht gratë dhe të rinjët? Po gratë të rinj, ata të cilët për shumicën e rasteve nuk kanë arritur të regjistrojnë bizneset për kraje do tjetë për këtime, ja edhe fotografitë mund të shihni që sa ndihma janë dërguar në për shkolla në për E kjo, më shoh që është edhe një vetur këtu? Jo një, po 2 janë, që kena rëndë sponsorime, 2 vetura janë. Wow! Mos është në njëra për neve këtu. Këto janë me të vërtetë që janë të duhet. Theksojmë që Oda Zejtare Koblencit ka qenë një prej shtypëve kryesore. Këto doron kryesisht për shkollat profesionale. Për shkolla 11 marsin është donacion, vetëm për këtë shkollë, dhe për shkolla tjera janë dhënë, po s'kena fotot. Dhe sa bukur shihen të rinjë dhe gjithë ata që dëshirojnë. Kësaj edhe puna praktike të gjithë që kanë shkuar në për ndërmarrje, i kena si në sigurimin aksidental, ushqimin, peshbatjen, të gjithë janë sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Ashtu se si duhet që edhe të mësohen, sepse faktikisht dhe fatkeqësisht në Kosovë ka shumë ndërmarrës që ushtrojnë biznesin e tyre pa ju dhënë kushte të duhura punëtorëve të tyre, ku fatkeqësisht shumë kanë përfunduar dhe me fatalitet. Dhe urojmë dhe shpresojmë që me këto shkolla profesionale të edukohet rinia dhe ndërmarrësit e rinj se si duhet udhëhequr suksesshëm, sepse nuk kursehet në veshëmbathjen dhe sigurinë e punëtorit, por dëmtohet biznesi apo jo në atë aspekt. Dhe një rol të rëndësishëm japin për shembull jetës së njeriu, për shkak se kur kena vizitu një delegacion ka ardhur me pa për me vërtetuar si janë në gjendje faktike, se nuk mundëm të lëvizim jashtë standardeve të Bashkimit Evropian, se Gjermania është shumë rigoroze në këtë aspekt. Zotit Eci, po kalojmë tek shkollat profesionale që janë në qytetin e Prizrenit. E përmendet shpesh shkollën 1 Marsi, si qëndron puna dhe bashkëpunimi me shkollat profesionale. Për fat të mirë që partneriteti ekziston pothuajse shumë vite, dhe kjo tregon që me të vërtetë partneriteti ende vazhdon, falë bashkëpunimit dhe një sinqeriteti tepër të mirë të cilit ka Oda e Prizrenit me partnerët me shkollat profesionale. Me tekst të veçantë mund të themi që shkolla 11 Marsi është prej të parëve që kena filluar për një partneritet me këtë shkollë dhe falë prap duhet të them, Odës Zejtare të Koblencit, është arritur që edhe ato kabinete diçka të ndihmohet në këtë fushë që nxënësit të kenë punën praktike me teknologji më të avancuar, së fundit kena sipas fotografive, është një par avancimi i ndryshimit të kabineteve, po ashtu edhe stafin profesional. Për shkak ka punë praktike sepse është shkollë profesionale dhe po. Me të vërtet një prej shkollave që dikur nuk patën dëshirë rinia jonë të vazhdoj, po falë një përkushtimit dhe stafit udhëheqës të shkollës 11 Marsit tani pothuajse është avancim kur të gjithë shkollat ndoshta prej të parëve që mushet numri i shkollash profesionale. Sepse një kohë e kishim të themi atë euforinë dhe atë dëshirën gjithë për qenë mjek. Absolutisht. Pastaj ajo dëshira ekonomist kishim shumë, jurist kishim shumë. Absolutisht. Dhe tashmë u kuptua që dhe zanati është një punë shumë e mirë, një punë shumë profitabile. Dhe do të thotë të rinj tashmë e kanë këtë vetdije. Vetë fakti tregon që asnjë shkollë nuk është stërmbushur si shkollat profesionale, të është aty janë pothuajse 1570-1600 nxënës, edhe për shkak se numri që çdo ditë për na largohet rinia, por në këto shkolla ka interesim tepër të madh që vjen këtë shkollë. Pra sa që thuhet që rinia po largohet, këto shkolla po e dëshmojnë të kundërtën, është një numër i madh. Kjo është e kundërta për shkak se te zanatet janë përkushtuar tash rinia te zanatet, se me të vërtetë zanati nuk let pa bukë dhe është një prej mjeteve të cilë sigurojnë një armëri më të mirë familjes dhe rinia mundet me anë të këtij zanatit të krijojë familje dhe të jetojë si është më së miri me atë këtij veprimtarive zyrtare. Përndryshe në bashkëpunim me ujta tjera në Kosovë, ka edhe në komuna tjera këto shkolla profesionale? Ekzistojnë shkollat profesionale tjera, kena po ashtu edhe mësuarje, kena shkolla, në kuadër të agjencionit
për arsim dhe aftësim profesional, ka shkollat profesionale, po drejtë me thonë jena përkushtuar pak në qytetin e Prizrenit për shkak se mundësitë kanë qenë vetëm aq. Po nëse dëshiron ndonjë shkollë të rokas në dyert tuaja për të kërkuar të themi për kraje, mbështetje për mos të ndihmë, ne kena një partneritet edhe me drejtoreshën e përgjithshme të agjencionit për krijesë zybere të cilët e përshëndesim me të vërtetë një partneritet të shkëlqyeshëm e kena. Në shumicën e rasteve nëse ka ndonjë kërkesë, ne nuk hezitojmë për me dërgu përfaqësuesët tonë zyrës Odës Zejtarëve të Koblensit që ata të japin fjalën e fundit për dimja a ka nevojë dhe si mund të arrijnë. Por mund të them për kushtim të plotë që Oda Zejtarëve e Koblensit në këto raste gjithku është për avancimin e rinisë është gjithmonë me zemër të gjerë dhe i përkrah. Duke nisur nga fakti që me të vërtetë rinia ne kena pa punë, po nuk kena punë profesional, prandaj një rol të rëndësishëm është dhënë shkollave profesionale, se kena qenë në vizitë të shumta edhe me drejtor të shkollave, po ashtu. Pra është kryesisht sektori i zanatlimve që kërkon punëtor, por kishte mungesë për shkak të jo aftësisë. Po Kosova ka pa punë, po nuk ka punëtor profesional. Falë për kushtimit të madh të shkollave profesionale, kjo gjendje ka. Cilat janë zanatet kryesisht që janë në këto shkolla, nëse mundet t'i përmendim bashkë, sepse përgjithësisht janë ata të shkollave, por t'i përmendim disa që ndoshta sektorin e metaleve, sektorin e ndërtimtarisë, sektori i drurit, sektori i tekstilit, do të thonë ki sektori të lloj-llojshme. Ka turizëm me siguri. Turizëm ka shkolla tjera kanë, se janë da për shembull, këta janë kryesisht me IT e kësa shkollat. 11 marsin, ndërsa shkollat tjera profesionale mirën me turizëm, me gastronomi, së fundit të nshap edhe një shkollë, një paralele për parukeri, ku kena ndihmuar edhe ne që nxënësit të vjojnë punën praktike edhe në Shqipëri, kena dërguar me një staf për 12 nxënësve të vjojnë një kurs 7 ditor në Tiranë, për të pa nga ofër si punohet në ato salonet më ekskluzive. Me siguri përgjithën ata që janë nxënësit më të dalluar. Po, me siguri. Por këtë është mirë me mësu shumë. Edhe me qenë të përgatitur. Do doja të ndalesha pak të kalojmë tek ndërmarrësit edhe tek zejtarët, tek artizanatet. Në takimet që i keni gjatë punës që bëni, cilat janë të themi ato ndoshta për mos mi qujt pengesa, apo ka diçka që ndoshta i shqetëson ndërmarrësit, zejtarët, që do të dëshiron ata që Kosova t'ju jepte ndonjë mundësi shtesë. Vetë fakti që nuk ekziston një odë nacionale, kjo e damton zejtarët. Për shkak se në shumicën e rasteve që zejtarët ku aplikojnë për kredi në shtetet e rajonit, ata me vërtetimin që janë pjesë e një ode nacionale, kanë edhe bazën më të ulët për zejtari në mënyrë që të avancojnë. Absolutisht më të themi se në Kosovë për shkak se rryma ka qenë problemi, ndoshta stabiliteti i rrymës, kjo pengesat, por si gjithmonë shpresojmë në ditë më të mira që me të vërtetë do të kalohet kjo dhe avancimi qoftë edhe zejtarisë edhe ndërmarrësisë do të jetë në ditët në vijim edhe më i mirë për shkak se meritojnë qytetarët e Kosovës, dhe një problem të madh të qytetin e Prizrenit e kena një zonë industriale që me të vërtetë ende nuk është funksionale, për vetë faktin që në shumë qytete dhe në më të vogla kena zonë industriale. Ku po qalon në qytetin e Prizrenit? Çfarë thonë komunarët? Pse kjo qendër do të mungon, pse qalon, pse nuk është? Po këto përgjigje direkte nuk kena për shkak se janë iniciativat a janë marrë me kohë ndoshta komuna apo nga ministrit janë ndruar, domethënë kjo është një farë zbrasie që faji qytetarë tjerë këni, por me të vërtetë qytetarët dhe ndërmarrësit zejtarët janë në humbje. Ne shpresojmë që ky bashkëpunim duhet komunë, ministri të ketë më i madh, në mënyrë që të mos mirën me kush është faji. Çfarë do të lehtësonte kjo? Kjo do të lehtësonte për shkak se në shumicën e rasteve një biznes kur fillon duhet të blejë një parcel. Po ashtu edhe kena pas raste të shumta edhe rrymën e ka paguar, për shembull vetë me kontributet e veta, kjo dëmton në start një biznes. Për këtë arsye janë zonat industriale që i lehtësojnë këtë punë. Do thotë ato mirën me këto edhe me koston më të lirë të qirave.
Për vetë faktin e jena gëzuar tepër kur në ITP u arrit që ish kampi ushtarak gjerman të kthehet në për biznise, po për shkak kritereve tepër të vështira, për shkak të procedura birokratike, nuk kena shumë bizniset që janë aty. Hapësira është 40 hektar, ndërsa për fat të keq më të themi janë vetëm bizniset që mund të numëron me gishta aty. Do thotë në 40 hektar që është dhuru për këtë destinacion. Është destinu për këtë. Absolutisht, kjo vetë fakti jena si biznise, si përfaqësues të bizniseve, ne jena gëzuar te e mase për këtë park inovacionit. Patjetër, sepse ka qenë shumë bukur dhe ne mediat e kemi promovuar shumë. Do thotë nuk ka rezultate adekuate që mund të themi që tani mund të themi që aty janë punësuar. Jeni drejtuar komunës për pyetur që pse të qëndroi ky park në heshtje dhe i pa shfrytzuar? Për të qenë sinqert, kryetari i komunës edhe i që ka qenë i ershmi, edhe tash zotni Shaqirtota nuk kanë kompetencë të përzierjes në. Kush e ka kompetencën? Kompetenca është një bord ekzekutiv i cili menaxhohet nga disa përfaqësues të një organizate, e cila me të vërtet don disa kriteriume që çmime tepër të larta në krahasim me dhënien e hapësirave, për shembull në Suare ke për shembull 0.15 cent, këtu e ke 2-3 euro për shembull. Pse është në organizatave pak sa e çuditshme parku i inovacionit? Kjo është diçka çuditshme dhe vetë kryetari nuk ka kompetencë për zgjidhje në këtë hapësirë. Vetë dëshira do të tepër e madhe e kryetarit që të ndihmoj që kjo të kalohet. E gazetarët ulëmtues besoj që edhe ata që po na dëgjojnë do e marrin edhe si temë ta trajtojnë këtë çështje, ta shtyjnë përpara, sepse ky park inovacionit të mbetet kështu i pashfrytzuar dhe me një kosto kaq të lartë, kur ndërmarrësit do të mund ta zhvillonin edhe më shumë, të sjellin më shumë përfitime, jo vetëm për Prizrenin, por edhe për gjithë Kosovën. Përveç objektive që ekzistojnë, që nuk janë të gjithë të mbushura, aty ka hapësirë edhe për qindra objekte tjera që të ndërtohen. Kjo tregon vetë faktin që me të vërtet kjo zona i duhet qytetit Prizrenit dhe do të lehtësonte shumë barierat të bërit biznis. Ne për shembull qyteti i Prizrenit dallohet për qytetet e tjera, në shumicën e rasteve ne kemi investitorë edhe nga jashtë që dëshirojnë të vinë të investojnë, por deri më tani të gjithë që kanë ardhur në vizitë, qoftë në Odën e Prizrenit dhe në shoqata të tjera, vetë fakti nuk kena ditë ku ti orientojmë, në shumicën e rasteve vetë personalisht dhe me kryesin kena dërguar në qytetin Suarek, ku aty kanë hapur bizniset e tyre. Imagjinoni duke qenë parku i inovacionit dhe kjo është të themi dukshëm një keq menaxhim që nuk duhej t'ju bënte kaq dëm ndërmarrësve dhe zejtarëve, sidomos atyre të cilët ata vetë thënë që ndoshta nuk është keq menaxhim, apo kjo mos bie si ndesh, por është puna që ata do kriteriume vetëm për inovacion. Në shumicën e rasteve inovacion, për shembull kena pas rastin ku shkolla Loyola profesionale, e cila kena një fat bashkëpunimi në kuadër të odës zejtarëve të Koblenci Gjermanisë, ka kërkuar hapësirë, por për shkak çmimit tepër të lartë janë detyruar këtë shkollë profesionale të vendosin në menzën e shkollës hapësirat e Po për këtë shuajt edhe keq menaxhim, sepse do duhet të merrte pak më shumë dhe ekspertë të cilët janë ato, po ne si komuniteti i biznesit me të vërtetë kena probleme të mëdha. Pra me sa po e shoh, këtu janë kërkesat e ndërmarrësve dhe zejtarëve që të jetë një kosto më e volitshme për shfrytëzimin e parkut të inovacionit, zonat industriale të jetë e qasme në Prizren, të futet në funksion për të ndihmuar zejtarët e rinj dhe ndërmarrësit që veprojnë në Prizren. Së fundit një iniciativë është marrë nga kryetari i komunës së Prizrenit Zoti Totaj për formimin e një iniciative, një këshill dhënje për biznise, ku dhe e falenderojmë që janë pjesë e atij ekipi, ku nga tani do shikohet edhe mundësia e darjes së parcelave për të interesuar, ku do të jenë disa kriterje me të vërtetë që një ekip do të formohet, një ekip për vlerësimin se kujt duhet të jepet ato hapësira, çfarë numër të punëtorëve, a kanë dispozicion eksportin, pra do të do kriteriume
po shpresojmë që edhe kjo sa më shpejt të realizohet. Të realizohet. Koha po ikën shumë shpejt, për fund doja për gjithë të interesuarit edhe të rinj që janë të interesuar për të shkolla, ju tregua që edhe pastaj ju gjeni në një farë forme edhe se ku do të shkojnë këta që janë pjesë e shkollave profesionale, ku do të punojnë, por a ka edhe të tillë që ju drejtojnë juve, sepse e dim që ka shumë punëtor, është enti i punës, e dim, por sa keni bashkëpunim, sa i ndihmoni punëtorët që kanë zanate për gjetur një vend dur të punës. Enti për punësim me të vërtet në qytetin Prizrenit ekziston, dhe është në punë të mbarë, me rezultate të mira, të interesuarit aty edhe mund të lajmërohen për vijimin e kurseve, për trajnimeve, po duhet pothuajse edhe një investim në ato objekte, se me të vërtet janë pothuajse kabinetet, se teknologjia është avancuar dhe ende janë me kabinetet të vjetra. Unë shpresoj që qeveria së fundit duhet të ketë edhe një rol në investimet në këto institucione që me të vërtet japin përkraje komunitetit zetar të marrin përvojën e tyre pa pagesë kret, po është puna që janë shumë të vjetra pajisjet. E shohim, e kemi parë edhe në profilin e juaj e zotit Eci që edhe sfundmi ka pasur banajire ditë më parë, cili ishte i fundit dhe a ka diçka të re që presim ditëve në vazhdim? Po së fundit para 3 ditë në realitet kena pasur një banajir, por një farë seminari 2 ditor, në atë seminar ku morën pjesë një numër konsiderueshëm edhe të grave të departamentit të rinisë, si të artonët rreth financeve, si të aplikojnë për grante, se biznisi ju intereson në shumicën e raste, masi është një kategori artizanat që mirën me artizanate, dhe nuk kanë njohuri të shumta si të aplikojnë për grante, dhe ekipi i Odës, që të cilët e kena disa ekspert që mirën me këtë fushë, ka mbajtur trajnim 2 ditor, ku me të vërtet të interesimi i madh ke për aplikimin e granteve si të mëson, dhe për shkak interesimit të madh, ne kena para që muajt, ka mesi muajt të ardhshëm, të kena edhe një seminar, pothuajse të gjajshëm, me këtë për shkak se numri ke shumë i madh i interesuar. Se fundit ne me 4 prill deri më 8 prill do të udhtojmë në Koblenz të Gjermanisë, ku janë ftuar të marrin pjesë unë dhe 2 anëtar tjerë të kryesisë dhe staf udhëheq edhe nga Tirana, ku të marrin pjesë në këtë workshop, i cili do të marret në Koblenz. Aty do të prezantohen mjeshtrit të ri dhe shpresojmë që edhe nga Kryeministria e Gjermanisë do të jenë pjesë e këtij workshopi, pse është parapara edhe 2 milioje do të jepen ato sipas programit, një nga mushtishtja dhe një nga i Deçanit të ri do të marrin plaket nga Oda Zetare në Gjermani. Pse kjo çmim si punëtor më të mirë? Si punëtor më të mirë të rinisë. Urime mushtisht dhe? Mushtisht edhe ka rajoni i Deçanit. Rajoni i Deçanit, ju lutem të rinë. Që Gjermania është një shtet që nuk janë drejtën as kujt, të gjithë janë të njëjtë. Pra nuk ka me të njofshëm, por është veç merita dhe kjo është ajo që të rinjët tanë vërtet po tregojnë sukses shumë jashtë vendit, sepse nuk ka nepotizëm, nuk ka do të thotë asgjë me të njofshëm, por me mundje dhe me punë. Agentës në pa që aty një fjalim përshëndetje do të kem dhe me këtë do të njohemi me këta përfaqësues të ri. Me këta 2 të ri do të njiheni aty. Nga Mushtishti dhe Deçani, ku unë uroj që në faqen tuaj do i publikoni edhe emrat, pse jo edhe të intervistojmë dhe të marrim edhe mendimin e tyre se si ndihen pasi që të ktheheni nga kjo. Të faleminderit shumë, nëse keni diçka për fund për shtuar apo ndonjë kërkesë. Jo, ke kënaqësia jone, vetëm unë them që zetarët të jenë të më të bashkuar, të mos hezitojnë të vinë të na sugjerojnë, të na këshillojnë, vërejtje të japin, se me të vërtet Oda e Prizrenit ka një partneritet tepër të mirë me qytetet tjera dhe shpresojmë që interesimi i tyre do të zbutë edhe problemet. Vetëm bashkarisht mund të kalojmë të gjithë barierat që i kemi. Këtu shihet që po punoni mirë derisa i pranoni kritikat edhe negative, jo vetëm pozitive, jeni të hapur ashtu dhe ndërtohemi më së miri dhe më së bukuri. Suksese Odës. Faleminderit shumë, faleminderit.